Atër ishte lajmëruar se ka pasur një tentim atentat. Qa s'ka ndodhë, shërbimi, unë s'pare herë këm një vetën krenar, kur me mund të madhe kem organizu ndeshën e Haitit, dhe ndeshën e parë mitësore. Edhe u frigojsha më roki friga tani, ajo anë pe ibrit të isha, po ja bëj, në ora 7 më në qësë që, thash, a bëmre dikush mos prezhun, ndë një diçka pe, tha, asë minjës asë më nuk me lëvit. Edhe po të regoj e këm një vetën krenar që ke mundësi me bo një organizim tjirë. Mos t'ja marrë kohën mësafirve. Pra është vështirë për të organizu në ndeshje e posraqisht kur e kini kundërshtarit cili gjithmonë ka qëllimit që janë raportet. Zoti Shala është komentuar shumë pra si u sollën shqiptarët. Pra ne pam se debat si shte më sa si u lujt në fush, sa u ndanë ekipet, për kush s'ka lejoj në shënjesër ka qenë kryesisht Duka dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ishin pamjet e hecjes së një flamurit të UÇK-s, pra nuk ishin lejuar flamujt e Kosovës, si e pat ju këtë debat? Dash, Armando Dukën edhe Edi Rama besoj do të mi shpallë në ngrata në Kosovë, si pas kjo me ironi normal, se këtu leto me shqit patriotizëm, leto me nëzit ndjenja nacionaliste, mi afton një daullë edhe një kongë, edhe kjo e merë atë për masën e vetë. Por në li me kuptu një send në Kosovë. Ky stadiumi aty, Air Albania, para se me qenë stadiumi Shqipëris, është një fush e një organizate, që është FIFA ose UEFA, e cila është neutrale edhe nuk lejon asë një provokim. Pra ndaj, mendoj unë, nisur nga kjo premis që është shumë e rëndësishme, por gjithdo shtetë që është antari FIFA-s, a i flamur aty, në rase si pas regulorët FIFA-s, më në ndihmua Arlindje edhe parafolësi, konsiderët provokim, a i lip muek. Po për të kësaj, unë e pajtona më Arlindin, kjo ndeshje o pregadit gjatë, a pa teatr, pa teatr, unë menoj që teatraliteti, se tash Shqipnia të ju ka pas dy zgjidhje, menoj unë, ose mas sakt Federata Shqiptare, ose pak teatralitet, mënyrë që me shkue ndeshja shumë mirë, që shkoj për fatin e mirë shqiptarëve, ose me të plasë situata ndorë me një incident, mjafton një shkëndije vogël, këto ndeshje, këso tensione, marë parasysh raportin ton historik, dhezin lejt. Pra ndaj, mes të një dy gjendjeve, mes një teatralitetit theksum, që e pa ama dit Air Albania, edhe mes mundësis me evitu një situatë konfliktuoze, unë gjithmonë e zgjast paren. E dyta, unë smenoj që... Ju besoni se ka mundur të ketë konflikt? Po, qyre tash, na shqiptarët e kemi një problem adriatik. Na kemi qef gjithmonë edhe kur nuk me i pa situatat veç nga këndvështrimi jonë, nga perspektiva jonë. Mirë po në këtë ras egzistojnë 3 këndvështrime. Është a i serbëve, është edhe i joni, edhe është i UEFA-s. Na benojmë, edhe kjo naiviteti i shqiptarëve që vazhdojnë me ndjek, jo që në sport, po në politik, na kemi një bindje shumë naive që refuzojmë me ndrruhe, që edhe ndërkombëtar, këtë ras UEFA që është një organizatë ndërkombëtare ose FIFA, na shë me synë që shojmë na vetën. Ata neve na konsiderojmë Ballkanas. Pra ndaj nëse ka Ballkanas, njët janë. Janë ata që i kanë bo 3 luftën në Jugoslavi, janë shqiptarë që i kanë bo 97-ën, 2004-ën, 2011-ën e kështu me radhë. Pra për ata, futna me një thes, me një kategori. Pra ndaj, unë mendoj, nëse UEFA ka qenë ma rigoroze, edhe karshi simbolikave që bartin për ne krenari, o për sërë provokim, duhet më ek. Në këtë këndvështrim e shohun edhe reagimin e policisë shqiptare, jo pësa ata në anti UÇK-se, që kjo pasaj në Kosovë e krijoj një situatë që mu meritoj pa mas. Nëse dikush më thot që shqiptarët e Shqipërisë janë kundër UÇK-s, e para gjykim edhe përgjithësim që është i papranueshëm. Nëse vëdojnë një bashkë në kaq mënyrë banale këtij muhabeti, kundër Ademi Asharit, kundër UÇK-s, Rama e Duka këtë rast, na do të mi përmend do fakte. UÇK-ja sot gjykohet në Hagë, sot me po politike, edhe i vetmi politikan shqiptar që e ka marrë me gjithaton një iniciativë për me kundërshtuar një rezolut, një raport dikmartit, për mes një rezolute në Këshillë Sigurimit është Edi Rama. Politikan tonë këtu që derdhin lëtë krokodili, patriot tonë këtu që derdhin lëtë krokodili, as një reagim edhe as një manifestim qoftë simbolik kundërshtues ndaj kësaj gjykate. E dyta, nëse për një me shqiptarët e Shqipërisë janë kundër Ademi Asharit, unë duhet me kujtuar një fakt shqiptarëve të Kosovës. Ademi Ashari ka përmendore në Tiranë, nuk ka në Prishtinë. Prandaj, këto komplekse... Këto po ishin ju se edhe me simbolika nuk shëndroj mirë. Absolut. Nëse dikund ofendohet UÇK-ja sot,
këto kategori shoqënore, politike, kulturore, çfarë do qofshin, po i futim këtë me një thes, ekzistojnë në Kosovë, jo në Tiranë. Ata madje ose Shqipëria atje janë konë shumë të kujdesshëm edhe shumë ma respektues karshi luftës sonë të fundit, që në stadium u provue me u bën etiketa prezantuese e tifozëve. Pra po e përsëris UEFA ka. Pse ndodhi kjo? Pse po na ndodh ose pse këto debate, pse nuk po kuptohet pra siç po synon ju ta përshkruani? Unë mendoj që janë rregulla, është ndeshje. Shoqënitë janë reflektim i do narracioneve paraprake politike. Në Kosova, për fat keq, vazhdon me u qeveris, qoftë në opozit, qoftë në pozit, nga politikan populist, ku nacionalizmin e kanë në majet gjumos. Është një shprehje që e përdor një filozof, thotë, kur shteti ose kombi do me bën një krim, fillon e quajnë vetin atë dhej. Ket ata që e quajnë vetin atë dhej, edhe e konsiderojnë si e pa drejt, si antikosovarizëm ose anti-UÇK këtë akt, janë do njerëz që bëjmë paraprakish krime ekonomike këtu. Që flamur kombëtar, që simbol të UÇK-s, në Kosovë e fyën për ditë të bënë ndërtime pa leje, po patriotin Hojza në fund t'ia vendos flamurin kombëtar. Kështu që këto banalitete, këto maskarada që i kum pa, që më karami një këto ditë, janë të papranueshme. Edhe e fundit Adriatik, për mos me marrë shumë kohën, qyre UÇK-n mas shumëti, zyrtarish, me projekt politik, e ka fyje gjykata speciale. Përfaqësuesja e saj, ma e lartë, zonja Trnafilova, vjen Kosovë. Këtë ata që i kum pa këto 3 ditë të reague ndaj Dukës edhe Ramos, si kum pa me asnjë protestë që e ka organizuar ove Leja ose PSD-ja kundër Trnafilovës. Rrin, heshtin, bëjnë se ir. Nëse e kanë për një me aq shumë shqetësimin UÇK-s, ish dash me reague qoftë në mënyrë simbolike, qoftë protestë paqësore përmes një zonje që vjen këtu t'i qunë djemt e luftës kriminal. Jo ndaj Edi Ramos, jo ndaj Dukës. Ky llumi nacionalizmit që në Kosovë po mizotron për fat keq, po shkak një investimi politik që pak njerëz i leverdis, për mua është edhe i papranueshëm, edhe i bezdishëm. Edhe kretën, për në fund, unë e di që këto ngjarje, ku lufta mend se me qenë me Serbinë, kuptimin lufta politike ose lufta me deklarata në distancë, ata u sollën shumë mirë, e përmendi Arlindë Trajnerin, na e kthyem luftë me shqiptarëve. Pse ndodhin këto? Këtu gjithmonë ka një agjent, sa ka një kontekst të shpikur nga ana jonë të Shqipërisë në Kosovës. Na këtu dalim edhe provojmë me i dhonë formën edhe me përdor gjoja argumenti që kosovarizmi dhe shqiptarizmi janë dy ndryshme. Nëse dikush beson që kombi kosovar ose sociologjia e kombit në përgjithësi ndërtohet me përjetime personale, atëherë ose është naiv, s'merr vesh kur gjë nga sociohistoria, ose e ka me qëllim. Cila është këtë rast nuk e di. Do s'marrin vesh për një men që flasin, do e kanë qëllimin haptas me dëmtue palcon e kombit shqiptar. Pra, për mu janë pak të bezdishme edhe e fundit, se këtu hap një debat mas kësaj ndeshje, ana dojnë shqiptarët e Shqipërisë neve, ana ata. Nuk matën këto punë me përjetime personale. Në rasa Azarenit, ja pas kanë vjedh makinën në Durrës, ose një shqiptar i Shqipërisë, ja pas kanë vjedh makinën në Prishtinë, këto nuk thonë kur gjë për kombin si kategori shoqërore. Legitimiteti i çështjes, a do të mjetohet bashkë ose a do të mjetohet bashkë shqiptarët, nuk nën kuptohet, provohet. Ka mekanizma që e provojnë. Mekanizma juridik ndërkombëtarisht njoftën që në referendumot. Hajde, qese me e provojmë. Përjetimet personale, kur